Befasia më e madhe në kohën kur Zoti Hyseni e ka fitu Gjilani në kohën pikrisht kjo që e ka mujt një bulldozer politik të LDK-s. Edhe të Gjilanit, Ana Moravës, si të tillë. Do thotë kjo në vetvete Alban Hysenin nuk është spaku nga këndvështrimi im, nuk është që konë në e farë figure që e kena ditë kusha. O kom befasi anonimus politik, edhe për këto 4 vite ka vazhdu të mbaj një tempo nga aspekti i analizës politike mjaft interesant dhe kështu pedant në qeverisje. Kjo për te komentit fillestar, në vetë vete, mas 4 viteve qeverisjes, mas kretë kësoj, qka ka bo e shka s'ka bo Alban Hyseni në Gjilan, si para pytje, si para koment kish me qënë, po presim që të kohë me e këshyrë, shka po në ka zonë emision, qka kish me ndreq në ato gjona që mundet me në kalzu Albani në kampanjë që s'kam rime i bo. Para se ma ato shka e konjet me bo, qka kish me përmisu në qose e kish konsideru e që si pas gjitha situatave, informatave që kemi edhe disponimi si shduket në të qytetarët e Gjilanit, Albani e ka gati të kryme edhe njerë. Po kjo është pak e rëndësishme, sa është rëndësishme për mu s'pako, me në kazu Albani qysh kam i nëreq, gogje do pika, të e fillu për atyne ma klasikeve. Atë është qytet shumë i mirë, shumë i bukur, shumë i kanë shumë, qysha dhe Albani si kryetar, po ujë s'kan me pi, për shembull.